Se shpesherë, domethënë kemi po që individ cilët e kanë fillu nismëtarët e kësaj lëvizje, disa individ caktuar, jo të gjithë, kanë qenë pjesëtarë të lëvizjeve vetëvendosje bile shumë të afërt me kryeministin Albin Kurti. A do thotë kjo që kryeministi Kurti mund të qëndrojë pas kësaj lëvizje? Ja, shiko, tash unë kam dëgjuar zëra të tjerë për shembull, se thoshin se ata janë në shtojtse a AK-s e tjerë. Disa tjerë jo janë pjesë e lidhjes demokratike, sidomos kur përmendeshin disa prej emrave që në të kaluar ishin shumë të afërt me LDK-n ose bashkëpunëtor trugos e tjerë. Një pjesë e tyre mund të jenë edhe për krahas të lëvizjes vetëvendosje, por do ta kemi parasysh që kjo kategori e qytetarëve mbështesin secilën forcë politike që gjykojnë se mbështet filozofinë e nacionalizmit progresiv shqiptar, respektivisht ka një orientim euroatlantik. Dhe nëse ata për shembull një diçka të tillë shohin te lëvizja vetëvendosje, nuk ka asgjë të keq. E vërtet, po. Po kryeministi se ti, domethënë një edhe antar i lëvizjeve vetëvendosje. Po. Kryeministi Kurti domethënë është fetar se kemi po her pas here që kur thirret ozoni domethënë ajo është dalë her pas here në fushata. Ja, du të kuptuar drejt. Në botën akademike nuk ka fanatizëm fetar. Te shqiptarët edhe më pak. Ndërkaq formimi intelektual i bën që të jenë më kritik, më qortues dhe dyshues për shumë çka, për shumë prej fenomeneve. Çështje tjetër është respekti që njerëzit kanë për të tjerët që janë besimtarë. Dhe në rastin konkret, ai kur thirret ezani respekton bashkëvendasit, bashkëkombasit tanë dhe ndalë aktivitetin. Po nuk do të thonë që beson. Nuk është e thënë që të besoj ose të mos besoj. Është çështje individuale e tij, madje shikojmë ra. Kjo çështja e besimit është ekskluzivisht private. Absolutisht, po me që jemi në emision se kështu s'ke drejt bilas me vetë njëri. Pikërisht. Ndërkaq në botën e perëndimit ti pyet profesorët, a beson as beson ose kryeministrin, politikan, është paksa fyrje inteligjencës ti. Absolutisht. So është diçka intime. Një është intime, dy formimin intelektual ti e vën në pikë pyetje. Po. Me që jena në emision do më të vetë tyje. Ti do më thonë se di që rrjedh prej një familje, do më thonë që... Unë rrjedh prej një familje sufiste, po që ka një përafërt me katolicizmin. Me katolicizmin. Në kuptimin... Cilin tarikat? Në kuptimin e pemës gjenealogjike, sepse i fundmi katolik i familjes time është preka. Dhe që është e vërteta shumica e shqiptarve, nuk kemi më shumë se 4-5 breza ventosh, eventualisht 6-7 breza. E tarikat? Çfarë tarikati? Familjarët e mi janë pjesë e sufizme respektivisht, po nuk e praktikojnë shumica prej tyre.